që të kemi takime me subjekte politike për të dalë nga kjo situatë, por kam thënë edhe në vazhdimsi që nuk varet nga lëvizja vetëvendosje, pra nuk varet vetëm nga lëvizja vetëvendosje për të mos u keq cituar. Pra ne jemi përgjegjës sa janë përgjegjës edhe deputetët tjerë të subjekteve tjera politike. Pra të gjithë 120 deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës duhet t'japin kontributin e tyre në mënyrë që Kuvendi i Republikës së Kosovës të konstituohet. Kështu një plani 15 pikësh të LDK-s për qeveritë e unitetit. Nuk kam pasur mundësinë që ta lexoj këtë plan, nuk mund si më thënë, ti komentoj pikat përsa ko nuk e kam lexuar, por ajo që ka është e rëndësishme është që është absurde të propozosh që të mblidhemi për diskutuar për 15 pikat kur ne s'po mund të merremi vesh për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra ka një rend të gjërave këtu. Së pari duhet të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, pra duhet të ketë unitet, duhet jemi të unifikuar për ta konstituuar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe më pas të flasim pra për çështje tjera. Në këtë drejtim ju e dini që lëvizja vetëvendosje ka qenë e hapur që të jetë LDK-ja partnere në koalicionin e ardhshëm me qeverinë Kurti 3, por kjo është refuzuar. Pra ata kërkojnë qeveritë të unitetit dhe unë nuk e kam të qartë se çka saktësisht po kërkojnë që të gjitha partitë politike të jenë në qeveri bashk, a duhet Kuvendi i Republikës Kosovës të ketë opozit. Demokracia këtë e kërkojmë, pra të ketë qeveri dhe në anën tjetër të ketë opozit. Nuk e kuptoj qasjen e LDK-s dhe insistimin që me domosdoshmë ta ketë PDK-n në partneritet, pra në koalicion. Pra insistimi pikërisht, pra insistimi i LDK-s që jo pa PDK-n për mua është i paqartë, sa i përket kësaj të fundit ne tashmë kemi dhënë qendrimin. Se nuk pa këm po jo pa PDK-n. Sa ka jashtë pjesë kësaj. Po, unitetit. Unë po them, për mua është absurd qëndrimi i LDK-s se nuk shkojmë pa PDK-n. Prandaj merres mendimin tim, nëse keni ju mendim tjetër atëherë unë faleminderit shumë. Sa rritet për 4 vjet. Ti bëhet për 2 vjet. Vetingun e kemi kryer, me çështje e Ministrisë së Drejtësisë. Vetingun e kemi adresuar, pra vetingu në sistemin e drejtësisë ka qenë prioritet i qeverisë Kurti. Ne për këtë kemi marrë mendimin nga Komisioni Venecias, kemi marrë dritën e gjelbër nga gjykata kushtetuese. Amandamentet kushtetuese janë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por ju e dini që për të votuar amandamentet kushtetuese është nevojitur edhe vota e 2/3, pra të komuniteteve jo shumicë deputetëve që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne nuk kemi pranuar që të hyjmë pazare me listën serbe që reforma ndërtësi të bëhet. Pra dhe kanë mbetur kështu si kanë mbetur, por në këtë drejtim reforma së fundit që është hyrë në fuqi, pra e Këshillit Provincial është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe unë jam shumë e lumtur që ne kemi arritur pas shumë sfidave, sepse në tetor të 2021-s ne kemi dërguar në Komisionin e Venecias dhe për shkak të pengesave dhe sfidave që na kanë vendosur tek tani kemi arritur që ta jetësojmë.